Deklarata e kryeministrit për prokuroren Lenqe Ristoska, për të cilën tha se asgjë shqyrton qeveria kandidaturën e saj për pozitën e prokurores publike të shtetit, nxiti shumë reagime. Vetë prokurorja Ristoska në reagim për mediat është shprehur se përjashtimi i kandidaturës së saj pa u analizuar programi ngre dyshime për përshtatshmëri dhe jo cilësi. Ndërsa shtoi se zgjedhja e një prokurori të ri shtetëror duhet të bazohet në cilësi dhe jo në përshtatshmëri. Kur një kandidat përjashtohet paraprakisht pa analizuar programin dhe rrugën e tij profesionale, kjo ngre pyetje në lidhje me natyrën e kritereve që zbatohen. Jam e bindur se një zgjedhje e kësaj rëndësie duhet të bazohet në cilësi, jo në përshtatshmëri. Por as VMRO-ja nuk vonoi me reagimin kundër prokurores Ristoska. VMRO thot se Ristoska duhet të jetë e vetëdijshme se ka kritere të qarta për atë pozicion dhe thonë se ajo është e mësuar që përshtatshmëria të jetë njëra nga ta, duke qenë krah i djathtë i anevës në PSP. Tani janë kohë të tjera dhe janë të nevojshme integriteti, profesionalizmi, përgjegjësia. I bëjmë thirrje që të jetë reale dhe e sinqerte dhe përderisa fletë publikisht për përshtatshmërinë dhe kritere dhe aktron, të paktën të ndaloj lobimin tek funksionarët e VMRO të PMN-s. Kjo nuk është LSD dhe PSD. Njëjtë si në kohën e Nikola Gruevskit, kështu e komentoi LSDM këtë situatë. Sipas kësaj partie, Mickovski është ai që vendos kush duhet të emërohet, ndërsa shtojnë se Mickovski e eliminoi Ristoskën që është kandidate e pavarur për prokuror shtetëror. Edhe pse Ristovska mori 10 pikë nga Këshilli i Prokurorëve Publike dhe vlerësim pozitiv për profesionalizmin e saj, Mickovski vendose vetë se ajo nuk është në lojë drejt për drejt në televizion. Kryeministri Kristian Mickovski në një intervistë televizive deklaroi se prokurorja Ristoska nuk është absolutisht në lojë për prokurorët e shtetit. Këshilli i Prokurorëve Publik para disa ditësh e dorëzoi në qeveri listën me mendime pozitive për 4 nga 5 kandidat për funksionin e prokurorit publik shtetëror dhe në mesin e mendimeve pozitive të Këshillit ishte edhe prokurorja Lenqe Ristoska. Tani qeveria propozimin e tyre për këtë pozicion duhet të dorëzojë në kuvent.